Rreshjet e dendura me intensitet të lartë të orëve të para të mëngjesit kanë shkaktuar rrëzimin e një muri në lagjen e vjetër të Pazarit. Në vend ngjarje po merren masa për të bërë zonën më të aksesueshme sa më shpejt, bëri të ditur Ilir Çumaku, inxhinieri i emergjencave civile pranë bashkisë Gjirokastër. Rreth orës 9, punojësit e drejtorisë së shërbimeve utilitare komunitare shkuan në vend dhe filluan të sistemonin materialin për të bërë të mundur aksesimin e rrugës nga njerëzit. Gjithashtu do vendosë sinjalistik nga policia bashkiake, do vendosë sinjalistik paralajmëruese për qytetarët të kenë kujdes. Për fat të keq ai kishte rënë afër një makine dhe po nuk besoj se bëri ndonjë dëm tek ajo makinë përveç ndonjë gërvishi ndonjë gjë. Kurse për rrugën u pastrua, domethënë është aksesueshme nga qytetarët dhe edhe mjetet që do kalojnë atje. Sipas Çumakut, situata paraqitet e qetë dhe pa problematika të tjera në të gjitha njësitë administrative të bashkisë. Sipas informacioneve që morëm herët në mëngjes nga të gjitha njësitë administrative dhe kryetarët e fshatrave nuk kanë sjellë probleme në njësitë administrative. Rrugët janë të hapura, domethënë çdo gjë është normale. Ndërkohë, burime pranë këtij institucioni bëjnë më dije se po merren masa parandaluese për përballimin e situatave problematike që mund të shkaktohen nga rreshtet e mëtejshme.